Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku zbulon sekretin. Ja receta si të ulni sheqerin e lartë pas moshës 40 vjeçare. Nëse keni probleme me diabetin, jeni mbi 40 vjeç, në këtë video do të gjeni disa këshilla se si të menaxhoni problemet kronike, të cilat shkaktohen nga nivelet e larta të glukozës në trup gjatë një periudhe të gjatë kohore, sipas dhe Elsaj. Kryeni aktivitet 30 minuta çdo ditë. Ullumtimet tregojnë se njerëzit e diagnostifikuar me diabetet tipi 2 para se të mbushin 40 vjeç janë në një rrezik më të lartë të goditjeve në tru dhe sulmi në zemër. Sidoqoftë, nëse nuk ju pëlqen të shkoni në palestër, keni shumë opsione. Provoni sporte të tilla si tenisi, ecja e të tjera. 30 minuta aktivitet çdo ditë është një mundësi shumë e mirë për të mbajtur larg komplikacionet. Ushqeuni shëndetshëm. Përpiquni të ulni numrin e kalorive që konsumoni çdo ditë, ku dieta mund të përbëhet nga 40 deri në 50% karbohidrate, 25 deri në 35% yndyra të shëndetshme dhe 20 deri në 30% proteina pa yndyr. Sigurohuni që të hani të paktën 25 deri në 30 gram fiber dietike çdo ditë. Kufizoni marrjen e sheqerit në 40 gram dhe ulni marrjen e kolesterolit në 300 mg, sipas dhe Health Insider. Shijoni një numër të vogël të yndyrnave të shëndetshme, si vaj ulliri, avokado, gjithashtu dhe arrat. Shmangni yndyrnat e ngopura dhe ato trans, që mund të gjenden në ushqime të skuqura dhe shumë të përpunuara. Kufizoni marrjen e produkteve të qumshtit. Qumshti i dhis dhe djathi janë të dyja në rregull. Zvendësoni produktet me bazë shtatzore me produkte me bazë bimore. Kujdesuni më shumë për shëndetin e këmbëve. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve CDC, rreth gjysma e njerëzve me diabet vuajnë nga dëmtime të ndryshme nervore, të cilat do të prekin edhe këmbët. Edhe pse duken të parëndësishme, por plagët dhe prerjet dhe flloskat e patrajtuara mund të infektohen dhe të lihen gjithashtu pa u vënë re për një kohë të gjatë. Menaxhimi i diabetit duhet të kërkojë kohë dhe ju duhet të fillojeni që të ushqeheni shëndetshëm dhe të stërviteni rregullisht. Mund të bëhet më e vështirë nëse nuk i kushtoni vëmendje shenjave që trupi jep, pasi menaxhimi i tij që në kohën e parë është një mundësi e çmuar për të mbajtur nën kontroll komplikacionet dhe për të sjellë rezultate të kënaqshme edhe në dobi të shëndetit tuaj. Ajo që konsumoni mund të kontrollojë gjithashtu më mirë betejën kundër diabetit. Sa herë që shtyni karrocën e blerjeve në supermarkete, aty ku ju gjithashtu merrni vendime që shkojnë përtej asaj që hani mish viçi ose diçka tjetër për darkë. Në fakt, mundeni lirisht të themi se zgjedhjet që dëshironi janë në vaktet tuaja më të mira. Prandaj duhet të shtoni në shportën tuaj produktet më ushqyese, të cilat kontribojnë gjithashtu dukshëm në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit në gjak. Diabeti është një sëmundje kronike ku niveli i sheqerit në gjak rritet ndjeshëm. Përveç terapive me ilaçe, një dietë diabetike rekomandohet nga mjekët dhe nutricionistët. Por çfarë përmban kjo dietë? Cilat janë ushqimet e rekomanduara dhe ato që duhet të shmangen? Në përgjithësi, dieta më e mirë për të ndjekur në rastin e diabetit është zgjedhja e disa ushqimeve bimore që mund të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, të shoqëruara kështu edhe me aktivitete fizike. Sipas dhe Elsajt, në këtë video do të rendisim produktet më të mira ushqyese të cilat duhet i shtoni me patjetër në dietën tuaj. Arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyra njihen për përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak. Çaji gjithashtu mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj dhe për të ndihmuar kështu në balancimin dhe lehtësimin e problemeve. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve rekomandojnë që të pini çaj në bazë natyrore ditore, si çajin jeshil ose çajin e zi, për sa kohë është rreptësisht pa sheqer të shtuar. Në dietën tuaj shtoni vajin e ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se është një zvendësues i mirë i sheqerit dhe ëmbëlsirave. Studimet sugjerojnë se mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Në dietën tuaj shtoni çokolladat.
Për aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më errët çokolata, aq më pak sheqer përmban. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është provuar se zvogëlon rezistencën ndaj insulinës. Farat e linit. 3 nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuara te farat e linit, yndyrat e shëndetshme, fibra dhe proteinat. Të treja janë mjaft të rëndësishme për personat me diabet. Në dietën tuaj duhet të shtoni gjithashtu edhe avokadot. Avokadot kanë aftësinë të ulin nivelin e sheqerit. Ato gjithashtu luftojnë edhe problemet e zemrës. Në dietën tuaj shtoni edhe brokoli. Nëse ka një perime të bërë për diabetin, është edhe brokoli. Ai përmban një përbërës të veçantë të natyrshëm që lufton diabetin dhe kontrollon gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak, sidomos edhe mbrojtjen nga problemet e zemrës. Manaferat. Çdo lloj kokra e kuqe është e mirë për diabetikët. Për diabetin e tipit 2 manaferat nuk rrisin prodhimin e insulinës dhe për më tepër diabeti tipi 1 mund të përmirësojë nivelet e sheqerit. Ato janë gjithashtu të pasur me antioksidantë dhe me fibra. Fara. Ato janë të pasura me yndyrra të shëndetshme si omega 3 dhe janë një të pasura me karbohidrate që përmbajnë një burim të mirë të hekurit. Farat e lulediellit janë një zgjidhje e mirë, por farat e kungullit janë akoma dhe më të mira. Peshku. Peshku ka një burime të proteinës më të shëndetshme në dispozicion, dhe si që dihet për shumicën e diabetikëve, proteina është vendimtare për një mënyrë jetese të shëndetshme. Ashtu si arrat e farat, peshqit janë të pasur me omega 3 dhe njihet për të ulur rrezikun e problemeve shëndetësore. Fasulet. Fibrat për një diabetik është pjesë e rëndësishme e dietës, pasi fasulet janë një nga burimet më të mira. Fasulet me bazë javore mund të ndihmojnë në uljen e nivelit të glukozës në trup, vetëm mos e egzagjeroni me sasinë. Kale. Kale është seriozisht një nga perimet më të shëndetshme në botë, zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe nivelin e sheqernave në trup. Kosi i thjeshtë. Kosi pa yndyrë është një ushqim super i mirë për personat me diabet. Është sugjeruar se kosi zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2. Në dietën tuaj mund të shtoni spinaqin. Spinaqi është vërtet i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile siç është spinaqi janë një nga ushqimet më të rekomanduar për diabetikët dhe spinaqi është më i miri që mund të shtohet në sallatat. Shparaguj. Shparagujt mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve duke përfshirë diabetin e tipit 2. Është sugjeruar se mund të ofrojë edhe një përmirësim në llogarit e sheqerit. Tërshëra. Tërshëra gjithashtu është një pjesë e rëndësishme ushqyese për organizmin. Ajo ndihmon trupin të ngadalësojë edhe shndrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar me fibra shumë të rëndësishme gjithashtu për të përfshirë në dietën tuaj. Patatet e ëmbla. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime shëndetësore. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon në rritjen e sheqerit në trup. Gjatë gjithë kësaj kohe, hani një patate të ëmbël rregullisht dhe kështu do të keni përfitime më të mira edhe në menaxhimin e llogatjeve të sheqerit. Perimet jeshile. Perimet jeshile janë ato shumë ushqyese dhe me kalori që janë të dukshme të ulta dhe karbohidrate të tretshme. Sipas American Diabetes Association (ADA), është një listë me ushqime kyçe që mund të përmirësojnë shëndetin tuaj nëse vuani nga diabeti. Proteinat. Disa ushqime kanë shumë proteinë, dhe jo çdo ushqim i pasur me proteinë është i përshtatshëm për diabetikët. Disa ushqime të shëndetshme me proteina janë proteina me bazë bimore si arrat, fasulet, frutat, tofu, peshku, pula me lëkurë, vezët dhe bulmeti pa yndyrë. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe karbohidrate, shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Prandaj sigurohuni që të shtoni më shumë element ushqyes në dietën tuaj të përgjithshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.